do të shkojmë në një tjetër temë. Do flasim pak për dashurin. Në fakt, do flasë me vajzat për dashurin, ju çuna nuk më duheni, kështu që ju çuna mund të merrni ato kontenitorë dhe t'i dërgoni prapë te Agaj, që mos ta keni ato aromën e këndshme gjatë gjithë. Do i mbajna për dorkën. Gjunat shkojnë dhe dërgojnë kontenitorët tek Agaj dhe gocat shikojnë këtë klip se keni patur një bisedë shumë interesante që më pëlqeu shumë dhe dua ta komentojmë së bashku. E shohim bashkë. Unë kam vendos, po gjeta i lidhje do ta maj sekret, nuk tregoj më gjohë. Nëse kam problem. Po, e ka thonë francezi, dashurit e vogla janë të mira, janë shumë të mira. Po që dashuri e madhe, maj sekret po të dhe nga shokët. Është emocioni shumë i madh, gëzimi që ti ndoshta dhe kërkon ta ndash. Beson në martesë, prap? Po e ndave mendjen, çdo gjë funksionon. Do martohesh prap? Po, si çka ka? Patjetër edhe unë do martohesha dhe fëmijë mundësisht. Sa vjet në ide martum ti? Pak ndonjëm se... Gjelozo? Gjithsesi, kemi marrë ndonjë shumë të mirë. Kemi bëj super gocë. A jetu të paktën 5 vjet bashkë apo? Jo, kemi pas shumë konflikte. Unë vdes të kem vetëm një partner dhe të rri me atë. Më pëlqejnë gjërat stabile me këmbë tokë. Po, me Florin, përveç se çështja presionit mediatik. A ka pasur një gjë që ka qenë e ngjashme në të gjitha marrëdhëniet e tua, që ka qenë problem? Thjesht ajo gjëja, domethënë. Prandaj është edhe një gjë si e papërmbyllur. Emocionalisht. Kurioze janë ti pse se keni provuar prap? Unë martova. Shpirtat binjake gjenë gjithmonë rrugën. Po, gjithmonë e kemi gjetë, po herë ishte njëri, herë s'ishte, dhe ishte gjithmonë ajo frika. Moza, kush ka qenë dashuria më e çmendur që ke pasur? Njëherë jam trondit shumë nga pikpamja kësaj që quhet am dhe kuptova që gjithmonë kisha dash me tru, po nuk zjati shumë. Bëra gabim që u ekspozova, u sulën gjithë, u sul dhe shoqja, sa ishte 10 vjeti separe me atë. Ishte burr. Ashtu si shteti. Kur ka ardhur ky personi që jetoj, gjëja e parë që kam thënë, e kam shumë mendjen ke një njeri dhe po kthy ai, kam frikë se do të le. Se kam problem sa. Kjo meshkujt e kanë shumë në dorë për pjesën e marrëdhënies, për ta mbajtur. Edhe un kam pasur një moment shumë të bukur me Dartin. Një moment kur unë do ikja në Gjermani dhe ai do ikte në Itali për studime, më ripropozon dhe unë i thash jo. Dhe një vit s'kemi fol fare. Një ditë tani isha shumë e mërzitur edhe isha në dilemë të gjërave që po bëja dhe më vjen vetëm një zemër. Ne nga ai moment u lidhëm pastaj. Si të kishe shkruajt atë ditë? Nuk e di, tha, më erdhi një ndjesi të shkruaj, ai kurrë nuk bën kështu gjëra pa i menduar mirë. Kjo është e keqja që i mendojnë më shumë se ç'duhet, ndërkohë që gjërat janë shumë më simple, janë më të thjeshta. Kam vujt shumë, po prapë quj veten me fat. Po. Se kam një njeri, sido me qenë sa do keq, është më mirë se hiç. Prandaj të them hidhu mos qa kohë hiç. Që unë dua të gjej paqen shpirtërore një herë e mirë, Moza. Me rastin më të keq qofse do me kalu më mirë. Ky është rasti më i keq, besa. E ka thonë dhe vetë, jam versioni më i keq i yti, ma ka bo dhe kënd. Oh, l'amore! Oson! Urdho? Qa bëhet? Asgjë, vazhdojmë. Okej. Vazhdojmë programin. Vazhdojmë programin. Presim të mbaroj ferma. Unë jam nuk di asgjë, Erbana. Nuk di asgjë. E rëndësishme është, unë pashë ti the që për mua është e rëndësishme të gjej paqen shpirtërore, dhe rëndësishme është ta gjesh të paqen shpirtërore, unë të kam parë gjatë gjithë kësaj kohe në ferm, të përqendruar, të fokusuar, por nga ana tjetër edhe pak të kujdesshme në shprehjen e emocioneve dhe këto ditët e fundit, javët e fundit, edhe publiku po mëson pak më shumë për sonin njeri, për te i sonit artiste dhe na pëlqen kjo gjë. Faleminderit. Na pëlqen shumë. Faleminderit.
Unë e di, duke qenë vetë në këtë botë, në këtë biznes, se sa e vështirë është të flasësh dhe të tregosh për ndjenjat, për sentimentet, ti je vulnerabël, të shfaqesh anët e tua më të panjohura, duke mos patur frikë se mund të të gjykojnë ose mund të të komentojnë. Jam përgjithsisht e kujdesshme, Arbana, sepse nuk dua, do me thënë, edhe portalet ti keq përdorin këto gjëra, apo nuk dua, do me thënë, se kjo sentimenti ka të bëjë edhe me palën tjetër, kështu që dua të jem gjithkohës brenda rregullave. E di, po, ajo që ti the, ose pak të ajo që duket, është si te ai filmi, ku është? Notting Hill, që i thot ajo? Nuk e kam parë. I'm just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her. Kështu është pak a shumë, ha? Normal, se ti nuk e ka filma. Por jam dakord. No comment. Moza, çfarë mendon ti për këto dashurit që duken të pamundura, Moza? Ka dashurit të pamundura? Hajde, më jep një mendim filozofik të bukur. Unë mendoj që dashurit e pamundura është mirë të rinë të pamundura. Edhe njeriu të marri dashurinë e mundur, sepse ka kosto dashuria e pamundur, ka shumë. Edhe kosto psikologjike, kosto nervore, kosto, nuk e di, dashurit e pamundura të rreqin shumë vëmendje. Unë kam pas, janë shumë të lodhshme, janë shkatruse, janë shumë bukura, sepse ndërtohesh psikikisht, bën art, bën piktur, bën poezi, bën romane, kështu. Të frymëzojnë si asgjë tjetër, Të frymëzojnë, imagjino kur dhe dashurit e mundura kanë shumë pamundësi brenda, mendo tash të pamundura. Gjuhën është një gjë e tij e madhe ke dashurit e pamundura. Sidomos ne që jemi personazhe publike, dhe i kam parë dhe ke personazhe tjera publike, qysh në vitet, fillim të viteve 90, unë kam qenë e befasuar me disa personazhe publike, se si u gjuhej partneri ose partnerja. Do me thonë, më bëshim pyetje për shembull për një vajzë shumë të bukur, që e kishte partnere dikush, a është e shëmtuar. Dhe ishin shoqe këto, që me mendën kokë, dhe goca dhe këto të mira, të lezetshme. Tani unë s'dija që ti thoja, motor, se ti tashi, ajo është vedet, është yll, ti i thua, ti më pyta është e shëmtume, a e kupton sa e madhe është lufta? Që njeriu, do me thonë, të gjitha këto dhe pak nga pak është mirë që dashurit e mdhaja në qofë se të vinë për pjesë, është mirë që mos ekspozohen. Mos të ekspozohen. Ti je për t'i mbajtur. Ja, t'i mbaj për vetën. Por a gjë. Ta tha dhe ty. Por a gjë. Do me thënë, Moza thot, kur nuk e atë që duash atë që ke. Jo. Jo, more, sa gabime kuptove. Unë për shumë... Ashtu tha, pa mundura, do t'rinë pa mundura. Edhe me partnerin që rrita fëmijët dhe bëra udhëtimin e gjatë jetës, kam pasur shumë vështirësi nga familja e tij për të pasur një stabilitet psiqik. Edhe, do me thënë, edhe prap ajo doli, rezistova 20 e sa vjet, doli ajo gjë, kupton? Që prap nuk mund të them që ky rast ishte rasti më i pamundurit pamundurave të mia. Kam pas të pamundura edhe më të mëdhaja. Them që është mirë që njeriu të pranojë diçka të mirë, sepse më besoni, kam një mikesh, e kam fare fisa, të po është e zjuar, Gjirokastrite. Më ka thënë njerë, dëgjo, mos u impresionon nga momenti i pari lidhjes, kutia do të hapet pak nga pak gjithë jetën, gjithë jetën. Dhe njeriu mund ta pëlqesh, ta duash për diçka të mirë që ka, mund të nisesh nga një diçka, nuk është e thënë që ti ketë gjitha ato që ti imagjinove, dhe pasaj ai të habisi i gjatë rrugës, për shembull me besnikërinë, ose me prezencën, ose me kujdesin ndaj teje, ose edhe me çmendurit që i vijnë nga sëmundja dhe që thotë që kjo sëmundje ndodh që ne të dy të rrim bashkë. Pra, kur krahasoj vitet që kam pritur imazhin që kërkoja, më duket absurde që s'kam pranuar diçka, se do kisha ndërtuar, njeriu ndërton. Nëse dhe dikush po prap tjetër, një grua e zgjuar më ka thonë, moj, ai që të do në mënyrë të pamundur që vdes për ty, moj t'jesh e martuar, t'jesh me fëmijë, t'jesh si t'jesh... Do t'a gjej rrugën. Ai të do dhe është aty. Prandaj,
kush të do është aty për ty, është prezent, bjeri shkurt më thoshte. Okej, Moza, mbyllim me këtë se më pëlqeu dhe jam dakord. Si kam besuar këtë gjëra përpara, jetoja në mjegullën time, edhe tash nuk kam pak mjegull dhe kam treguar, po këtë njeriu që kam me shumë probleme dhe që s'ka njeri në botë ta duroj, kam vendos ta duroj se s'du të ri vetën. Është interesant në ato mënyrën e vetë pa durushme. Nuk do të rish vetëm, vetëmia duhet jetë e tmerrshme. Nuk është produktive. Nuk është produktive. Do me thënë të jep një ngarkesë të jashtëzakonshme të mbash gjithë. Vetja kam thënë, ky është zbulimi im, vetja është më e rëndë se sa mali. Vetja duhet shpërndar. Duhet shpërndahet. Duhet shpërndar vetja dhe në raporte me tjerët vetja pastaj lehtësohet. Ndjesh i dobishëm për tjetrin, i nevojshëm, i dashur, i kujdesshëm. Edhe kur ai të mohon ose ashtu në atë mohim ai mund të ketë dhimbjet e veta, horizontet e veta që ne si kuptojmë. Kështu që